shëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësi dhe gjitha begatit e Allahu Dhul Jalal qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdrimet çdo mend që i takojnë vetëm Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu, të cilin e falenderojmë pa janda, i nështrohen ati, i bëjnë sejdë ati, çka ka në qiej, mes tyre dhe në tokë. Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selam e nderuar vëllezër, në këtë ditë xumaje, në ditën më të mirë në të cilën lindën dielli, bashkërisht kështu si jemi, ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin wa ala ali Sayyidina Muhammed. Ati dhe familjes së tij të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve dhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin inshallahu taala rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sot ne jemi ende te kaptina Kasas. Është një kaptin e cila nëse përkthehet në shqip e ka kuptimin tregimit. Në njëjës tregimit i thuan kissa, në shumës tregimit i thuan Kasas. Edhe Allahu Dhul Jalal ka dashur që kjo sure të emërtohet me emrin Kasas, kaptina e tregimeve. Kur flet për Kasas, për tregimet, e ka qëllimin për Kasasul Anbiya, e ka qëllimin për tregimin për pejgamberët, kissa, ose Kisasul Anbiya, tregimet e pejgamberëve. Ne disa javë me radhë dashur vëllezër, sidomos ato që janë vazhdimisht çdo xumë këtu, e kanë makollaj ta ndërlidhin temën se për çfarë do të flasim sot. Nuk përsërisim inshallah asgjë, vetëm se do të bëjmë një ndërlidhje, ashtu është një përsëritje nga mësimi i kaluar, që ta kuptojmë mësimin e sotëm, që të jemi krejt brenda kornizave të dersit. Do të thonë, në javën e kaluar, aq sa e mbajmë mend, edhe pse i inqizojmë ligjëratat edhe nuk na ikën kollaj ndonjë gjë, mbetëm edhe arritëm te pjesa e turpit, te pjesa e mbarës. Edhe bëna një analizë me aq sa kam mundësi edhe një krahasim ku tham se kjo është për ta mbajtur mend. Ku tham se ne keni parasysh jo vetëm periudhën e Musës dhe Muhamedit alayhis salam ndonjëherë jo e përqeshim, por një përbuzje kështu ironike, flasim për ato kanë hec me deva, ato kështu, ato e kanë jetuar në bagla, ato kanë qenë analfabet, kanë qenë primitiv, nuk kanë ditë shkrim, njëri prej krejt fshatit, po deri para 50 vjetë, në për fshatrat tonë, 2 vete kanë ditë lexojnë, një ka ditë shkruje. Kështu ka qenë gjithmonë. A imagjinoni ne flasëm tash për një kohë para 3500 vjetëve. Flasëm për kohën e Musës alayhis salam. Keni parasysh? Aman, ajo që ne u munduam të analizojmë, edhe pse ato e përmenda ka fundi ligjëratës që mos u vonoj, edhe nuk e kreva komplet, desha të bëj një analizë, një krahasim, një komparacion, thjesht, modest. Për shembull, Kurani, dashur me kjo është interesant, Kurani ka një jetë thulletun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Kur është në pyetje kush sa do të ketë në xhenet njerëz, sa do të ketë në xhenet, edhe pse xheneti është i pafund. Mos ndërlidhem me ato kur Xhebraili alayhis salam ka desh ta matje xhenetin, sa i gjon është xheneti. Ka marrë leje prej Allahut, edhe Allahu thotë ani be fluturo hec. Ama Xhebraili, imagjinoni sa i madh është krye komandanti dhe krye meleku. Në një flet, në një flatër të tij që fluturon, mund të mbajë një planet sa është dynjaja, planeti Tokë. Sa i madh do të jetë trupi nëse flatra është që mund të mbajë një planet, imagjinoni. Edhe ka udhëtuar 700 vjet, është ndalur, ka kërkuar prap leje prej Allahut, a mund ta vazhdoj se askund nuk jam? E vazhdon, 3 herë ka 700 vjet udhëton, edhe kur ndalet me një veshje një hyri e xheneti e pyetën ku jam, ajo i thotë je në qosh xhenetit, ala s'ke fillu ta matish. Ke parasysh sa prandaj Allahu kur thotë
Nuk duhet dalë prej teme, po Islami është shumë i këndshëm dhe i gjanë dhe më vjen keq mos i përmendi gjanët. Ka një ajet kur Allahu na thot që të vrapojmë. Këtë kam shpjeguar në Ramazan, e keni edhe në YouTube, inshallah më të shihni. Kur na lejohet këtë dinjë të vrapojmë? Se ne mbas majstorëve vrapojmë, mbas kontratës vrapojmë, mbas shefit vrapojmë, mbas djalit kur vonohet vrapojmë, mbas parës vrapojmë, mbas doktorit vrapojmë, se frega më vdesëm. Mbas çdo gjëje vrapojmë. Allahu na ndalon këto vrapime, dini? Të vraponi vetëm mbas istigfarit. Wasari'u, ajete kini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dhe vraponi ila maghfiratin, vraponi që të kërkoni falje, të fitoni falje në Allahut. Normal, nëse Allahu fal, ju fal, wa jannatin, do keni xhennet. Edhe ti automatikisht i thue Zotit, me mendjen tënde ti, s'mund ta pritish Zotin, sa i sjep llogaria s'kuj, o Zot, sa i gjono ki xhenet që ma jep ti mu, ai më njëherë përgjigjit, na jetë, i shumë i bukur e Kurani, na jetë përgjigje dhe thot, gjerësia, nuk thot gjatësia, gjerësia, se kur blejmë në vende shtëpije nuk e shohëm sa i gjatë të vendi, sa i gjono se shtëpije du të bëtë 8 metë me 5 këtë e june. Edhe Allahu e di se çfarë duam ne, prandaj e përdorën gjerësin, jo gjatësin, interesant. Thot, gjerësia e të cilit është sa ka hapësirë qiejt edhe tokë. Kaq i madh është xheneti, o vlla. Gjerësia e të cilit edhe ti hes tash me miliarda galaktika. E dini që ka mendime që si kosmosi që është, ka shumë kosmosi tjera, që ne i llogarisëm pa fund. Më folim për këtë hapësirën tonë, një deri në hanë na duket lart, shemë. A kjo është sistemi ndillor? Sistemi ndillor është në rrugën e Qumshit. Rruga e Qumshit quhet galaktik. Janë Andromedat, janë ato tjerat. Krejt këto janë me një kosmos vogël, as i ki kosmos vogël ka miliarda tjerë. 200 trilion, nuk e di, kish një numër shumë, maramendës e stak. E Allah o thot, sa kanë këto qirë, as i ki kosmos që fola qëtash, është i pari katë. E në 6 katë tjerë ka, ato 6 katë tjerët janë, ki krasim ma ato është sa njën unas në shkretët e i vogë e qëka. Allah. Më them sa i madh është Allah, por çfarë fuqiet madhe ka që ka krijuar gjithë këto. E tash ti kthehem asaj. Thot gjerësia e cilit është kaq i madh, xhenet. Edhe Xhebraili nuk mundi ta maqe, mose për 4 herë jart mbaret kërkuje leje për Allahut që ta maqe xhenetin sa i gjonur. Të kthehemi në temë. Do me thonë, kur flasim ne për xhenetin, Allahu thot, thulletun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Numri që do jenë në xhenet, numri i njerëzve, do jetë më i madh nga të parët, më i vogël nga të mbrëmët. Keni parasysh, me thonë, prej ma para do ketë ma shumë xhenet se sa prej ma mbas. Prej gjeneratave vjetëre do ketë ma shumë xhenet se tash. Nëse do në të argumentoj me 1 milion fakte, baba jem s'ka pas telefon, as nana jem, as prindet tu i pjeq. Ne sa haram me bëjmë telefon me dashje dhe pa dashje, ato s'kem bo hiq. Baba jem kafe s'ka dalë as njerë. Jo se s'ka desh, s'ka pas, këtë baba jote. Sa haram me banë në përkate, për gojim. Ai non-stop ka luftuar për ekzistencën të ushqej 5 fëmijë që kemi qenë që jemi. Ose ju, krejt që kem pas fëmijë, alhamdulillah, plot. Mundësia për të bërë gjina e ka qenë, mos them 0. Mundësia për të bërë gjina e sot është ekstravagante, ku atë ju, zotin arrujt. Vetëm se ka një gjonë, mos u ahumi shpesa, dhe me thonë, edhe shpërblimi tash me sprovat që ne ballafaqohemi, është më i madh se sa i babës tem dhe i babës tënd. Se devotshmëri është kjo devotshmëri.
E dini atë pleqët e tërgojnë si i qaje tërgojnë, po kjo nuk është thjesht i qaje, është tërgim si mdhanës. Ka ndodhë ose s'ka ndodhë, nuk më intereson. Që kanë qenë dy evlija. Evlija e dini, miqë të Allah, shpirtërisht janë takuar, janë dashur, her pas here janë vizituar. Njëri ka qenë çoban, tjetri ka qenë kundërxhi. Evlija çoban me vend atje, çfarë gjinaje mund bëj atje? Çfarë gjinaje mund bësh? Mal, mbjesh, asgjë. Gjinaje mal me ato ta vrasësh një dele këtë e këtë. Por delen Allahu ta falën, isha dele është ajo. As në xhenet, as në xhenem nuk të shkruaj dele. Ama në hezbanu evlija në Sivar, hezbanu evlija në Shkup, shkobonu në Ciri, shkobonu në Ram, shkobonu në Vjenim evlija. Ku harami, ti duhet ta shtinsh haramin, hiqi pak kaloj unë. Aq i madh që është. Edhe një ditë prej ditëve ky evlijaja i malit, ky çobani vjen ta vizitojë këtë evlijan e qytetit kundërxhi, merr një shërvete, ashtu thuhet simbolikisht, e ka futur qumshtin e deles në shërvete t'i bjerë një bakshish këtij evlijas kundërxhis. Edhe e varën shërveten te një gosht aty ku i varin teshën, tamli nuk rreth. Tash kjo logjikisht nuk mban, po hiqaja, tregim. Ama ka mësim. Mu mësimi më intereson. Se në çdo fjalë të kësaj hiqaje mund të më gjini gabim. Edhe intereson, nuk rreth. Allahu ja mëson. Evlijat e kanë ato, dini si hecin mbi ujë, nuk hupën në ujë, me segjade ka fluturu, ku diun, si çdo Hazreti Omeri, nëse e shihni në një njerëz dhe që fluturon, mos i besoni. Sa atë mund ta mbajnë xhinët, apo mund të jetë pisi më i madh mos i varet. Mu çuditim ato që fluturojnë. Shifni në jetën e përditshme si sillen, si marrëdhënien ekonomike, ku diune. Edhe në rregull, ky kundërxhia, ky ka prit ky evlijaja i çobani, e ka prit ulur aty dikundi, te ulsja, vjen një grua normal, jo besimtare, jo muslimane, me një fund pak si maçkut, edhe ky çuditë fillon ta shikoje. Edhe ai qumshti ka fillu të redhe, u prish i vlijallëku, shkoj e vlijallëku. Vetëm se i ka shiku. Edhe ku shkon kjo gruaja, si klienti, edhe ky kundërxhia e vlijaja, kundërxhia thot këtë fjalën. Kollaj është thjesht e vlija në mal me delet. Hajde eja këtu bënu e vlija. Ta uli shikimin, kesh, turp, e kështu më radhë. Tërgohet për Imam Shafiu, dashur vëllezër, që kjo nuk është hiqaje. Thot Imam Shafiu, radiallahu anhu, kur ka mësu si 6 vjeçar, 7 vjeçar Kur'anin për menç, aq shumë Allahu i ka dhënë inteligjencë. Ama kjo nuk është e rastishme. Baba edhe nana nëse ruhen prej harameve, fëmia s'ka shansa të dale diçka jo në rregull. Sidomos kur ruhen prej harameve. E kam fjalë kur nuk e ushqejnë me haram. Kjo është më e rëndësishme. Thot Imam Shafiu, radiallahu anhu, kur e ka mësu Kur'anin për menç dashur vëllezër, një në dorë e ka mbajt ke faqe tjetër e Kur'anit që mos i mësoje të dy faqet me një herë, edhe mos i ngatroje. Një parasi. Një herë ka lexuar ka mësu për menç. 15 sa ka një faqe Kur'anit. Ta mësosh. Japja dikuj sot ajetul kursi, se në mësoj. Gjumbitë, 3 javë su në mësoj. E pa su në mësojsh. Su në mësojsh se memoria jote mbrenda ka foldera që zduhen 1 qamet. Kurani s'ka vend atë, duhet i pastrojsh ato. Po elhamdulillah, Allahu na pastron trunin her pas here që të marrim informacione të reja. Ato kur ban vjetër Allahu i hek, tamam punat i me i mbaj mend krejt gjonat prej mosës 2 vjeçare, atëherë deri 15 vjeçar, të le menjen e shkon. Ku atë unë ma je ku i qëj. Allahu ashtu e ka bërë truri, ti heke informatat e vjetra për të lanë vend për të reja. Kjo është çështje shkencore. E këtu përsëri do kthehem te turbi. Këtë turbi. Ky Imam Shafiu, çfarë ndodhe një ditë? Duke shku ke hoxhe vetë, t'ja those dersi ta përsërisë, shef një grua tu hes për para ti, edhe pse ka qenë i vogël, mos i them edhe adoleshent nuk ka qenë. Hesën para ti dhe asaj shpaloset kame, njëna prej kambe, pak ja sheh kambën.
me padashje. A ditë lëre që sën ka mësu ders 3, edhe dersin që e kishë mësu, së nja ka thonë para hoxhës. Së nja ka thonë, pre një haram i dvogël. Nëse haram e shohëm, sa haram e ndëgjojmë, në merë mbajmë mend, merë i gjejmë shtëpit tonë, nuk i harojmë. Për një haram dvogël, për një shikim të ndaluar dvogël, e haram dersin. Oj dashullah. E prandaj, unë ndala pak ma gjërësisht sot se javën tjetër, vetëm e ka pak a fundi i ligjeratës. Të ndërlidhi me turpin që e fillova. Do me thonë, krahasimin dhe komparacionin që desha të bëjmë. Ne, kur i përbuzim gjeneratët e vjetra, gabojmë. Kur i përbuzim, gabojmë. Ne mund t'i përbuzim pse nuk jonë organizuar, ose pse ka dështuar lidhje e Prizrenit. Ne mund t'i përbuzim pse dimenjishim bet për gjimës. U dhe shkrijet e pu. Ne mund t'i përbuzim ku e diune, ku kanë qenë, pse s'kanë marrë pjesë serioze në konferencën e Berlinit shqiptarët, kur janë coptuar tokat shqiptare nga Evropa, nga shtrige e vjetër e quajtur Evropë, jo nga Osmanlit. Gëbim është. Ajo histori sërbi, ajo histori rusi edhe bulgari. Histori shqiptare, le të ndëgjojnë edhe ato që i qizoj. Histori shqiptare të vjetër që është mësuar 50 vjetë me radhe, dhe sot e kësaj dite në Prishtinë dhe në Tiranë, janë shkruar nga 3 historianë rusë dhe bulgarë. Që ne të urejmë Perandorinë Osmane, me të cilët ne kemi bashkëqeverisë. Perandorinë Osmane për shqiptare ka qenë NATO. Edhe ne kemi qenë fuqia e dytë NATO, si që është Turqia sot. Shqiptarët kanë qenë 30 kryeministra shqiptarë, edhe si këto ti pushtues, ti ke bashkëqeverisë. Keni parasysh? Krejt këto neve në kanë të lovit që mos mësohet e vërteta, to i dashullah. Sot që të urrehet miku dhe të duhet armiku. Kjo është shumë e rëndë, kjo është e turpshme është. Edhe atë që ne mund t'i akuzojmë, këto që është që jonë, që mund t'i akuzojmë, parët tanë. Megjithatë, nëse u kthemi rrethanave kur ka jetuar gjyshi em 1915, kur është bërë masakra e madhe në Gradecit, për shembull, 160 kusur veta burra janë vrarë nga serbët. Askush si përmendën këto masakra që kanë bërë slavët dhe shqiptarëve, vetëm përmendën historia osmanlite, kështu me radhë, vetëm për të arrit edhe për të bëu urrejtjen ndaj asaj. Një parasysh. Përsëri, ne nuk mund t'i përbuzim të parët tanë. Për moral, për turp, asnjëherë. Kam pas shumë moral, kam pas shumë burni, kam pas shumë mikpriqe, kam pas nder, kam pas pesh në bes në fjalë e kështu me radhë. Të cilat sot nuk i ke. Thirrën në telefon, i thotë shkupja. E rejnë. Pa i me i thonë edhe unë jam shkup. A be jo, isha të tash e kryta punë jam të kthej për në tokë. Për në unë jam të kthej për në tokë. A më të shkuj pak një zhinë. I hikim. Rejnë bas rejnë. E më para s'ka pas shu rejnë. S'ka pas. Edhe pse për një fjalë e vra, nuk arsyetoj pse janë vra, ama jo tërgon peshën e fjalës. Dhe, i shifni, ne sa kemi hecë për para. Mos gëzoj që ne kemi hecë shumë për para. Ne për para kemi hecë vetëm me vetura, me traktora, ku diun me objekte, me shtëpi, me aviona, me kamiona, me metro, me trene, e kështu me radhë. Amën, në kuptimin e të qenit njeri i kompletuar komplet, me identitet, me karakter, me moral, ne jemi 3500 vjetë bas. 3500 vjetë bas. 3500 vjetë bas. Ju kujtohet ligjërata e kaluar, e ditës e gjumat, tjetërës që kaloj. Musa a.s. kur ju ndihmoi atyre vajzave të Shuaibit, dy bie pak më shkurt se e tham këtë, vetëm bëjmë ndërlidhje. Ju ndihmoi vajzave dhe shkoi u ul në hijen e një peme, një druni. Aty bëri një dua, çfarë tha? Stejdu bila bismillah. Rabbi inni lima enzelte ileje min khairin fakir. Ajet kuranor. O Zot, një dua e thjeshtë. Kjo vlen për krejt, e thashtë dhe gjumon tjetër, për beqarët.
për të papunët, edhe për ata që s'kan banesa edhe shtëpi. Bënja këtë dua. Pse e themte? A I tha, o Zot, unë kam nevoj, edhe shumë dua e bukur, interesant. Morishti të rënditish Zotit dëshireshta, edhe pse Zotit nuk mërzitët. A be Zotit mund t'i lutësh me një libër me 2000 faqe. Allahu s'mërzitet. Ndëgjon, ai është dëgjues. Es-Semi, El-Alim, ai ka këto emra, dëgjuesi, I dituri. Ai e dini edhe rreshtin e fundit të faqes së 1000 çfarë do lexojsh ti. Ai ka qejf të ndëgjojë zërin tonë. Edhe Musa alayhis salam çfarë tha? O Zot tha, un kam nevojë për çfarë do që të m'japish. Kjo e bukur shumë është. Kjo vlen për krejt ne që jemi dembela në dua. Se ka edhe dembela. Ka që bëjnë dua, o Zot ruma familjen, shko. Atë ka ga. O Zot, bënja shefit mendë një 2-3.000 euro të ma hipje Rome. Edhe shko. Ani, s'ka lidi. Amën, me mire, di që një është që I përmlet krejt të dëshirat tuaja. Tonë, timi, krejt. Thuaj, o Zot, kjo është dua kuranore shumë e bukur Allahu, pse ka përmenë Kuran? Se si ras ka kalu para 3500 vjetë, qëfar duhet të përmenje? Ti të mëson edhe mu si të lutësh. O Zot, unë kam nevoj për qëfar do që të më japish nga të mirët, kuptohet në më. E she? A me pyet mendjen tënde ti për qëfar ke nevoj, për krejt ke nevoj. Për qëfar s'ke nevoj, për krejt ne kemi nevoj. Për ne kemi nevoj për çdo gjove, ne kemi nevoj edhe për një frimarje të rehatshme, që s'paguhet me miliona. Ne kemi nevoj edhe për një buzëqeshje, ama buzëqeshje tamam, jo artificiale. Ne kemi nevoj për një 5 minuta të ndjesh veten kurse as një gajle s'ke ndinjan. E di sa kushton kjo? Vëllai e shtrenjtë është. Me të bë dikush ti, ose mu, që për 5 minuta, abe krejt memorien të ta heke, mos kesh as një gajle ndinjan. E di të ta bëje rraqsh komplet, valla e pagun 500 franga e pagun. Kjo e ra, në Japoni, këtë ba kom tërgu pare 2-3 vjetë ndoshta, edhe keni lezu ndoshta, tash elhamdulillah krejt lezojmë. Në Japoni ka qendra zyra ka, për të qu të qeshin, të qeshish, të quen qeshish. Zyra ka, pa ato tamam pun ato mos qeshin, ato elhamdulillah ti dhe Zoti I më rudhasht. Edhe pse jetojnë ma gjatë dinja, mëse ndë italian. Janë dobishëm për njerëzimin, shumë janë. Ama ato sënë qeshin. E këtë e kanë problem qeshin. Edhe shkuan të e zyra, e pagu, këdi se e pagu, më varësisht sa donë të quet qeshje. Për 5 minuta këdi u sa 50 euro, a 100 euro, qeshën ka pak, e pagu edhe shkuan. Shivni. Ne kemi nevoj dhe qeshim. Ne kemi nevoj të qeshim. E Allahu këto recepte në jep Kuran. Qëfar thë? Ta të rëgon duan e Musës që e boni ndërhije. Shkon qëfar dua e boni? Ndërhije ishte. Ndihmoj vajzave të Shuajbit, u këthi, ullë në hijen asaj peme, druri, edhe qëfar tha? Rabbi, inni lima enzelte I leje min khajrin fakir, lillahi l-Fatiha. O Zot, tha, unë kam nevoj për çfarë do që të më japi. Sa e soasi dua, sa e soasi. Ja vjen një vajzë, njëra për ihdahuma, wa jaethu, sa bukur, këtë e spjegova javën e kaluar. Me që kemi dhe misafir shumë, wa jaethu ihdahuma temshi ala istihyai. Edhe erdi njëra prej vajzave, ecste me turp. E turpruar, kokën ullu. Kodi? Nuk është rastishme që Allah e përmendën monirën se si erdi. E ne sot nuk shkojmë me turp, nuk ecim me turp. Sot, më vjen keq që e them vallaj, edhe unë kam vajzë dhe shumica prej jush keni vajzë, Allah I rujt krejt. Ma shumë turp kanë gjemë se vajzët. E dini, ju e shifni. Me u vesh një gjallë në fshatin tim, si veshën vajzët dalën në për fshat, krejt e për qesh. Vajzët si kam problem. Interesant. Gjinja femrarëm, si ka problem.
Edhe jo rastisht Allahu kur e shprehën dënimin e zinas, e prostitucionit, ma pare përmendën femrën. Interesant. Mrapa mashkull. Ezaniyetu wezani fejliduhuma. Prostituten dhe prostitutin rihni me shkopi, me kamgjikosni, kështu është Shqip. Edhe atë kemi thënë vazhdimisht, pse Allahu nuk shprehet rastisht në asnjë pjesë, në asnjë fjalë, asnjë gerëm, asnjë pikë. Krejti ka me domethënie jashtëzakonisht vaje. Kur e përmendën zinan, ma pare përmendën gruan, sepse gruaja femra është ajo që joshëm për na moralitet, e para, do me thonë që e fillon iniciativën, a kur e përmendën vjedhjen, e përmendën neve, burave. I shifni? Çfarë thot? Es-sariku was-sarikatu faqta'u aydihuma. Vjedhësit dhe vjedhëses prenjau dorët. Njerë gjatë, mrapa jotë majtën. E di si shko? X shko. Nëse vjedhë për spari, dorën e gjatë, nëse vjedhë për zdyti, kamën e majtë, nëse vjedhë për streti, krahun e majtë, nëse vjedhë për skatri, për skatri së vjedhë s'ka do, shembull, edhe kamën e gjatë. Shqiti sa interesant. Ajo çfarë është interesante se për amoralitet e përmendën gruan, për vjedhje, po në televizuar ma shumë shoha ministra që kanë vjedhë sa ministre. Kjo është ju rasisht edhe në përbot, para mendoni. Rallë ka që ndryshohen në rolin. Ajo që është e rëndësishme, duhet, jo që ta lansoj ideen time, stakfirullah, nuk kam ide time, gjithmonë bazohem në jetën kuranore. Do me thonë, ajeti që thot ma shumë xhenet do ketë prej të parve, ma pak do ketë prej të mbramve. Allahu na ruaj. Edhe pse xheneti ka vend shumë, atë që e përmendëm fillim, sa i gjana xheneti. Kosmosi janë shumë i vogël nga xheneti. 7 kosmoset, jo vetëm ky kosmosi jo. Allahu na ruaj. Ma shumë do jenë xhenet prej gjeneratave të para se sa prej të mbramve. Thulletun min al-awwalin, ajet e keni lezon. Wa qalilun min al-akhirin, shumë prej të parëve, pak nga të mbramëve. E vajza e Shuaibit ishte nga të parët, që kishte turp, që Allah e përmendën, wa ja'athu ala istihya'in, edhe i erdhi me turp. Këtu kush përfitoi? Këtu ka përfitime shumë. Allahu na përshkruan se turpi është mos tem 50% e imanit. Nëse 50% është namazi, pjesën tjetër e plotson turpi, edhe pastërtia normale. Edhe 50% është turpi. Interesant, Allah e përmendën se çfarë përfitoi Musa alayhis salam, që u sol mirë, se edhe Musa u sol me turp. Edhe Musa u sol me turp. Unë ndihmoj vajzave, edhe nuk u tha, djerë me Snapchatin. Shkoj direkt ndërhije. Ashtu? Edhe bani dua. Se e so si dua, Allahu ja pranoj pe dua. Ja pranoj dua. A ne kemi sot problem me pranimin e dua, se dini? Ki umet, ki umet bëjmë pjesët e ne. Duat shumë ranë në pranohet. Kjo që Allahu na jep, nuk është në saje të meritës tonë edhe është saje të mëshirës së tij. Se nëse Allahu vepron sipas punëve tona, ne jo vetëm ne, edhe pulat tona kanë ndaluar me të pejnë ujë. Nëse vepron Allahu në saje të meritës. Po alhamdulillah na jep. Si tash që kemi bollok, asnjëherë në historisë kemi pas. Si tash që nuk ka falendrim, asnjëherë s'ka qenë. Si tash që nuk ka turp dhe nuk ka mbare, asnjëherë nuk ka ekzistuar kjo. Allahu e përmendën shumë bukur. Edhe është e rëndësishme. Diçka që Allahu ka vendosur në Kur'an, nuk rastësisht. Ne përmendim do vije Isa, do vije Imam Mehdiu, do vije Dejjali, do vije... Interesant. Edhe Isën, edhe Dejjalin, edhe Imam Mehdiun, Allahu si ka përmendë Kur'an. E dini?
Non stop me kuron mirën, alhamdulillah. Mere gjenje, do të paguaj 100 leka deri 2050 nëse imi gjallë. S'ka. Ama turpin e ka përmend. Turpi është më i rëndësishëm se sa Isa a.s. Dove, po në vije. Dëgjat, po në vije. Për mu personalisht, këtë kam thonë, e them me përgjithësi, si hosh, qytjat në televizor dhe në gazeta, Dëgjalli ka dalë, o i dashur Allah, nuk e di çfarë pret ti. Se unë kur i kam lexuar si student se çfarë do bëhet Dëgjalli, me dalë Dëgjalli, do friget për këtij Dëgjalli tonë tash. Edhe mund të hiki. Po se këto pas kësaj punën, pse dalë unë kot? Do hiki valla. Me do hiki. Krejti kam lexuar që çfarë bëhet sot? Krejt ai do i boje, po atëherë se duhet dalë. Isa duhet vije, po on let vije, mirë se vjet, si pejgamber nuk vjen, se pejgamber mas Muhammed Mustafas nuk ka ma, aso s'ke punë. Po çfarë do bëhet? Do punojmë me Islam. Po hajde të punojmë me Islam, pse ta lodhim atë ngratin, prap ta zrëm të punë. Ai ka shku. Bel rafa'ahu Allahu ilay. Ajet kuranor, Allahu e ngriti te ai. I pa vdekshëm o vetëm Allahu, ka vdek, s'ka vdek, ne di, ti din, unë, a dhe askush se din. Ti nuk e din çfarë bëhet shkup, dhe di çfarë bëhet 47 qielli. Ajo punë Allahut është. Ti rregullo familjen, edhe unë edhe tjetër. Kjo është, mos i lash hapësirë Dëgjallit të shekullit të 21 të hyje në borin tënd, shtëpinë tënde, familjen tënde, ta prishë fëmijën, djalin, vajzën. Kjo mbrojtje nga Dëgjalli. Çfarë don? Dëgjalli ndoshta do vi, edhe nëse vjen, mbas 200.000 vjetëve. Ti atëherë do jesh, nuk je, po rregullo punën sot. Çfarë keti me Dëgjallin? Me Imam Mehdiun do vi. Ku di unë? Je gjuçët edhe me gjuçët do vinë. Ato do vinë. Pse do vinë? Se i përmendën Kurani 2 herë. 2 herë i përmendën Kurani, në 2 vende. Keni minja lexonja në surën Kehf. Në surën tjetër, keni 2 vende keni. Edhe në Kehf edhe një surë tjetër. Ai do vije se Allahu e përmend. Më thonë, diçka të jetë kaq e rëndësishme i dashur Allah, kjo është për ta mbajtur mend. Shembull, Dëgjalli, Imam Mehdiu edhe Isa, t'jenë kaq të rëndësishëm, edhe Allahu stakfirullah, tham thojta, të ketë haruta përmendje. Nonsens, s'ka kuptim kjo. Ama turpin e ka përmend. Disa herë. Jo vetëm Allahu dhe pejgamberi alayhis salam që thotë El haya'u min el iman, turpi o pjesë e imanit. Ke turp, ke iman, s'ke turp, s'ke iman. E nëse nuk ke iman, bën çfarë duhet. Nëse nuk ke turp, bën çfarë duhet. Edhe i bën, ai pa turpi i bën, këtë zezat i bën. Edhe prandaj Allahu me tekst të posaçëm e përmendën mënyrën se si ka hec vajza e Shuaibit. Vinte e turpruar. Kjo është. Edhe ne kur jemi, unë do ndërlidhim ajet tjetër. Kur jemi te mbulesa, shembull, kishamia, që gabojmë, edhe unë si kam qenë më i ri, edhe unë kam gabuar, edhe ju, me siguri. Vajza kur him pak në bylik, e di normal, prindi si prind, ka frikë për vajzën e vetë, normal. Edhe insiston mbulohet, veshet pak më gjanë, veshet pak më se. Ne krejt jemi të koncentruar të veshje e vajzës. Ajo edhe punë xhelozie, edhe punë e mbrojtje, të mbrojsh vajzën, normal. Ato janë amanet, ato janë diamant. Ti vajzën e bën, ose diamant që do ndriçosh një shtëpi të huaj, ose e bën një bombë atomike që do eksplodoje kjo shtëpi e huaj. Varet se si e përgatit. Amon çfarë është gabimi ynë? Gabimi ynë. Kur ne fillojmë të insistojmë që vajzat tona edhe gratë tona të mbulohen. Gabimi është se ne fillojmë prej te shamia. Gabim është. Dikush mund të thosë, ki hoxha, si thonë japna që të një gjanë të reje. Jo. Në Kur'an, këtë kam shënuar edhe të libri që kam botuar që ushit para dijave dhe sot mund të bleni kur se ka marrë. Në Kur'an, thot, ka 3 lloje mbulesash. Shumë e rëndësishme. Mbulesa e zërit, ma jetë kuranore kemi. Mbulesa e të ecurit. Ma në fund vjen mbulesa e kokës dhe trupit.
Ndoshta këtë për herë parë një pjesë të rive mund ta ndonjë. Çfarë thot Allahu xhashanu për mbulesën e zërit në kapitullin në Ahzab 32. Ja nisa an-nabiyyi. Ju drejtohet grave të pejgamberit. Gravat e pejgamberit kanë vdek para 1400 vjetëve. Tash në thot neve grave tona, vajzave tona. Lestunne ke ahadin min an-nisa'i, nuk jeni si gra tjera. Grave tona ju thot, nuk jeni ju si shkinat. Nuk jeni si tjerat. Këtë ka fjalën, nuk jeni si tjerat. Atëherë, ini tekajtunne, nëse keni frikë Allahu, çfarë duhet bani? Fela takhda'ne bil qawli. Shumë goditë, sa vallahi. Mos folni të lazdruara, kështu dhe përkthej shqip që marrëm vesh krejt. Mos folni, ne i themi me laznaja. Kjo është një apel për femrat që punojnë për zyra, që kanë punë me klient meshkuj, na për shkolla, na për institucione shtetërore, nuk them se kanë të ndaluar estagfirullah. Nëse ruhesh, Allahu të ruaj, s'ka problem, puno. Vetëm me haram mos puno. Kënë që thate? La takhda'ne bil qawl. Mos folni të lazdruar. E di si ka disa vajza fem, nuk duhet i përqeshi vallahi. Kur vjen një klient ma folën kurse shkelën mbi kokat e rrushit ata A me burin e vetë folën si bulgarë, si bulgarë. Ove? A e erdhe? Ha? Këtar bane? E more rogën? Me burin e vetë. Folën me ashpërsi, pa emocion, pa dashuri. Me një burë, këtë di une prej jabullqishti andej. Matë me kultur, folën me bushësjeshje, me krejt. Ani ti ka thonë shefit folish mirë, aman. A pse nuk duhet folish këshu me burat e huj? Si mes Kurani. E bukur o kjo. Fejet ma alledhi fi kalbihi meret. Sepse nëse një grua me një burë të huaj folën me lazdraja, kështu me e laznume, me njëherë ke zemra ati burit që ka smundje, shkoni Allah e përmende, fi kalbihi meret, fejet ma lakmohet. E dini? Gruës, vajzës, mbuloja zërin para, pastaj mbuloja kokën edhe trupin. Këtë në thëtë Allah është. Po. Imaginoni dashur vëllezër. Kjo brenda kornizës së turpit. Allahu dhul Gjelal grua, kur i falën farzët, a bëjnë i kamet grata zbojnë. Nuk bëjnë grati kamet. A thirin e zënë grata nuk thirin. Nuk thirin e zanë, se kanë obligim. Allahu e ka lejuar gruan mos boje i kamet në farz, kër i falë namazë. Mos thiri e zanë. I kametin ja ka ndalu, nuk ja ka ndalu, por ka thonë ti jo, mos bojnë i kamet, direkt falë. S'ka nevoj zëri jot, të lurojna për shtëpej. Nësi i kametin në ezan, në namaz, që është direkt i kësaj feje, e ka leju prej asaj, e ka liru, atëre dhe gje mos folin për ato që këndojnë së takë, Allah në rojtë, Allah ju zotë, zëri atyre që të ndëgjohë. Para të mbulojmë zërat e grave, jo ti heshti, mos e kapin gabim. Në Islam, mire mi vesh që drejt shqip pasër, Allahu nuk e ndalon komunikimin, e ndalon flirtin, e ndalon shkrimin, e ndalon lazdrimin dhe të folur. Ashtu si folën me klientët, folën me burin tënë të shpejt. Me klientin do foli shumë serios. Se Allahu thot, diçka që Allahu ka thonë nuk është e rastishme, vallaj, krejt jemi bura. Me të prit një grua, në një zyrë, kështu, si thot Kurani, shejtani aty rinë të zemra. Ne një kanë dhe në gjojme dhe qëfar dhe, qëfar zonit bukur paska. A themi, qëfar zonit bukur? Qëfar doni? Shikoni, para 1400 vjetëve në ka dhanë vrejqet kemi kujdes, se si folin gratë, me klientët, me shefin, me ato me krejt. Kjo është pike e parë, qëfar të mbulojmë? Mbulesa e zërit. Një grua që si ka mbuluar zërit, mos them që kote ka mbuluar kokën.
një grua që se ka mbuluar të ecurit, edhe për të ecurit ka ajet kuranor, por nuk duhet që vënoj, se thiri e zani. Edhe një grua që se ka mbuluar të ecurit, në kohën e pejgamberit alayhis salam e kanë pas zanat ato gratë e kurejshitëve, te këmbët kanë lidh disa xhampare. Me zinxhir, këto xhamparet e vogla që janë, i kanë lidh këmbët, edhe kur kanë nesër për Mekë ti ndëgjojnë burrat e vjen kjo filani, hajde dalëm të shohim. Edhe gruaja në të ecur, të ecën me dinjitet. Le shkoj si shkojnë gratë ndesh. Edhe pastaj vjen ajeti i mbulesës. O gratë e pejgamberit, dhe vajzat e pejgamberit, dhe gratë e besimtarëve, vini shamit mbi kokën e trupin tuaj dhe mbulonja trupin tuaj. Ama para kësaj, mbulonja karakteri, mbulonja sjellje, mbulonja morali, mbulonja zëri, mbulonja të ecurit, pastaj mbulonja trupin tuaj. Allahu na ruaj gjithë inshallah. Allahu i ruaj familjet tona, fëmijët tonë, vajzat dhe gjemt tonë inshallah. Prej kohës më të keqe që mund të ketë ekzistuar një shoqëri tash jetojmë, Allahu na mbroj gjithë inshallah, i shëroft smurët tonë, i bëf magfiret gjithë të vdekurit tanë inshallah, dhe fjala jonë dhe frima jonë e fundit në këtë dinjë qoftë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, walillahi al-Fatiha.